Zoti Beqi, çfarë po bëhet me vendimin e gjykatës? Po bëhet para gjykim apo ka prova që zonja Balluku mund të ndikojë tek Çfarë është vendimi i gjykatës? Jo, një moment. Është vendim për një malë sigurimi, për dyshime, pa më pyete. Mos bëjmë interpretim teorik tash. Po më pyete. Po ma lërë mua interpretimin teorik. Çfarë prove ka në vendimin e gjykatës që të vërtetoj ose që të provoj që zonja Balluku mund të ndikojë tek provat? Apo ka vetëm një interpretim teorik? Mos hym ke ajo. Po tash këtu ma po futemi se aty është shumë aty. Atë po në rast se po hyn ke ajo po të shpjegoj shumë. Po të shpjegoj shumë qartë. Masë sigurimi ndaj një personi kur dyshohet që ka vetëm teorike, zoti Beqi. Nuk është vetëm teorike. Po jo mos fol për gjyqin e themelit. Atë po të shpjegoj shumë mirë. Bazuar në prova. Lexoni prova. Atë ndryshe nga dyshimi që dyshimin edhe kjo që është e bazuar në prova, po që do ngelet vetëm. Dilni pak nga teknikalitetet. Fakti që nuk më le të flasim do thotë që këtë drejtë. Nëse do të flasim, absolutisht. Nëse do të flasim për standardin, për standardin pra që do ndikoj tek provat. Po si do ndikoj tek provat? Ju jeni jurist i vjetër, ju e dini shumë mirë. Kur një person e akuzon, po zotri a mund të mbaroj më? Po për këtë më thojti më. A mund të unë do them çfarë dua unë, jo çfarë do ti, po mund të mbaroj unë të them. Do ta thosh ashtu siç duhet. A siç do, dëgjoj me vëmendje. Dëgjoj të ta shpjegoj dhe të lutem mos më ndërpri. Të shpjegoj diçka. Në rast se akuzohesh për shkelje të barazisë në tendera, në rast se ti ke dyshime për shkelje të barazisë në tendera, nuk ka gjykat në rrezull toksor të lërë të bësh tendera të tjerë. Dhe ky është një, më fal, të mbaroj tani. Më fal të mbaroj, o zotri. Je në krye të asaj pune ku po bëhen tendera nga dita në ditë. Dhe më thuaj një kriter të neni 228, 229, 230. Nuk i bën ministri tendera. Do ndalesh ke prova tani. Tani ju lutem se po e bëni debatin shumë teknik. Iliaza. Po shka më trego ligjin për prokurime publike. Më trego mesazhet. Mos më trego ligjin për prokurime publike. Më trego mesazhet. Mos u fut këto. Aty i futet interpretimit ju. Po lere tash mos i bëjmë gjyqin njerëzve kot, gjyna. Njerëzit kanë punë të tyre. Merrni një frazë këtu, merrni edhe një fjalë tjetër atje, edhe bëni mesazhin. Bëjmë gjyqin politik po thua Rumano, duke marrë sot za mesazhet. Është defekti vjetër. I ka shpërndar ne avokatët kemi defekte. A kupton, nuk është se kanë vetëm ish prokurorët defekte. Por ata kanë të theksuar sepse kanë të gjithë kemi defekte Romano, të gjithë kemi defekte. Askush nuk është pa defekte. Përgjithsisht dhe nuk i mbrojnë klientët. Iliazaj, a është i sinqertë Rama kur thot këto fjalë pra që pavarësisht se nga dita 1 kam qenë, jam dhe do të jem mbështetësi më i paepur i reformës në drejtësi. Pra është i sinqertë kur i thot këto fjalë apo pas këtyre fshihet të vërtet presionin që po i bën drejtësisë? Tani unë nuk e di se çka ka Rama në mendje drejt me thënë.